Spaçi nuk është agroturizëm të japim fund përdorimit të vendeve të kujtesës për ushqimin e egove artistike, apo kujtesa nuk mund të jetë trendi. Kanë qenë disa prej reagimeve që ndoqën imazhet e burgut të Spaçit që ndryshon pamje dhe formë për shkak të një ndërhyrje që duket se ka edhe miratimin e Ministrisë së Kulturës, edhe pse kjo e fundit nuk i është përgjigjur kërkesës son për reagim. Suvatimi i burgut të Spaçit që sjell një tjetërsim të imazhit të tij ka ngjallur reagime të ashpra nga organizata që veprojnë në fushën e kujtesës dhe shoqatat e ishte përndjekurve politik. Objekti, monument kulture i mbrojtur nga shteti, siç shihet në tabelën informuese, por rikonstruktohet sipas një projekti të miratuar nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore. Më se 17 organizma i kanë dërguar këtë të martë një peticion Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, duke shprehur shqetësimin e tyre mbi ndërhyrjen. Pamjet e publikuara së fundmi dhe informacionet në terren tregojnë se në zonën e mbrojtur po realizohen punime ndërtimi mure me blloqe të reja dhe suvatime të objekteve që fshin gjurmët e kohës, duke rrezikuar rënd autenticitetin e objektit. Këto ndërhyrje bie ndesh me dëshmitë e gjalla të ish të burgosurve politik në këtë burg dhe të dhënave arkivore të kohës, thuhet në peticion. Siç vjet në duke në peticion, ndërhyrjet bie ndesh edhe me vetë planin e menaxhimit të Spaçit, i cili në mënyrë të qartë thekson se nuk do të merren masa për të rikthyer gjendjen e ndërtesave siç ishte në vitin 1991, por do të kryhet një aktivitet konservues që të dëshmojë këto 3 dekada përpjekjes të shoqërisë shqiptare për të përballur me të kaluarën e saj të dhimbshme. Objekti monument kulture përbën një nga sitet më të rëndësishme të kujtesës dhe si vendvuajtje dënimi për dhjetra të burgosur politik gjatë diktaturës, disa prej të cilëve humbën jetën aty, por dhe eshtrat. Ndërsa plani i menaxhimit të tij është në proces, në aneksin E të këtij plani thuhet se ndërhyrjet konservuese duhet të jenë të natyrës arkeologjike, duke ruajtur rronoja dhe strukturat ekzistuese në gjendjen që ndodhen, pa restaurime të plota ose rikonstruksione që mund të deformojnë kuptimin historik të vendit. Ndërtimi i mureve të reja dhe mbulimi i fasadave me suva moderne dëmton seriozisht integritetin historik dhe përvojën e kujtesës, duke rrezikuar shndërrimin e Spaçit nga një vend dëshmi të vuajtjeve në një skenografi artificiale, thuhet në peticion. Duke kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të toponimeve në burgun Kamp të Spaçit, shoqatat e organizatat theksojnë se Spaçi nuk është thjesht një monument, është vend i dhimbjes, i kujtesës, i rezistencës, ndaj ai nuk mund të trajtohet si një kantier i zakonshëm ndërtimi apo si dekor për filma që i nënshtrohen estetikës dhe jo së vërtetës historike. Ne besojmë se çdo ndërhyrje në Spaç duhet të bazohet në studime serioze, historike dhe konservuese dhe të realizohet vetëm në frymën e respektimit të kujtesës kolektive dhe dinjitetit të atyre që vuajtën aty, thuhet në peticionin që është dërguar Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.